Ambasadori i OSBE-s në Tiranë, Michel Taran, kreu një takim me Këshillin e Lartë Gjyqësor në Pogradec në kuadër të zhvillimit të një programi të ri që parashikon hapjen e zyrave të informimit në çdo gjykatë për të garantuar transparencë për publikun. Erdha në Pogradec me rastin e seminarit që organizohet nga prezenca e OSBE-s në Shqipëri, së bashku me Këshillin të Lartë Gjyqësor. Është një program i ri që e kemi. Gjatë 2 ditëve do të ketë një formimi në çdo gjykatë, do të ketë tani një gjyq që do përgjigjet për marrëdhëniet me shtyp, me ju, dhe për këtë funksion të ri kemi organizuar këtë formim gjatë 2 ditëve që do të kalohet në pushimisht. Ambasadori Taran tha se në Pogradec do të zhvillohen programe të tjera mbështetëse për gratë, ekonominë, trashëgiminë kulturore dhe turizmin. Ne kemi disa program ku mund ta përfshirë edhe Pogradec, për shembull ne mbështesim këshillt vendor sigurimit që janë një iniciativë shumë interesante. Dje jam takuar me përfaqësuesit të shoqërisë civile që i keni shumë aktive këtu, kanë një organizatë që merren me problemet të fëmijëve, me problemet të grave, me problemet të zhvillimit ekonomik. Në vizitën e tij të parë në Pogradec, ambasadori i OSBE-s Michel Taran theksoi se qyteti liqenor ka një potencial të madh zhvillimi, por nevojitet më shumë promovim.